Qëndroi për një dekadë në burg për rekrutim për terrorizëm dhe nxitje të urrëties, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik. Imami që shërbente në Gjilan, Zekria Qazimi, u lirua në gusht të 2024-s. Pikrisht ai, me ose pa vedije të tij, ishte zënë në gojën e Hysri Selimit e një oficeri të BIA serbe. Selimi u arrestua me 6 maj nga autoritetet e Kosovës si i dyshuar për spionazh. E televizioni Dugagjini siguroi një pjesë të përgjimeve që po i bënte me një oficer të BIA serbe. Znači, može li da se kaže da je većina grupa sve jače i jače, da ima sve veći i veći broj ljudi, znači kažem, veći od svih ljudi, od svih ljudi da će silni. Sad i posle zatvora je ima neki autoritet, ima. Edhe për Hysri Selimin, në vitin 2022, Prokuroria Speciale kishte ngritur akt akuz në gjykatën themelore në Prishtinë për veprën penale organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist, ku së bashku me familjen e tij kishin udhëtuar në Siri për t'i bashkuar ISIS-it, në të cilën dyshohet se paguaj $100. Ndërkaq Selimi dyshohet se, duke u paguar nga 700 euro në muaj, kishte dhënë vazhdimisht informacione për BIA-n serbe. Ishtën koloneli i policisë së Kosovës Refki Morina thotë që komunikimet të tilla janë jashtëzakonisht të rrezikshme, sidomos kur përdoren ekstremet, si në këtë rast ato fetare. Personat e tillë, do thotë radikal, janë ata të cilët nxisin radikalizmin tjetrin, një radikalizëm nxit tjetrin. Prandaj duhet të ketë kujdes jo vetëm institucionet shtetërore, por edhe shoqëria civile, shkollat, familja, ligjëratat të cilat bëhen nga Bashkia Islame, në për xhamia e tjera, duhet të mobilizohen të gjithë. Morina thotë që jo domosdoshmërisht imami në fjalë mund të jetë i përfshirë në veprimtarinë e Selimit, por që mund të tentohet të shfrytëzohet edhe pa vedije. Njëjtë mendon edhe njohuesi i sigurisë Armend Halimi. Më tepër provojnë të rekrutojnë persona, të cilët pastaj kanë ndikim në grupin e caktuar, dhe jo domosdoshmërisht i gjithë grupi mund të di synimin ose qëllimin keqdashës të personit të involvuar. Në përgjime oficeri BIA si thotë të ketë kujdes edhe për telefonin që ja kanë dhënë, dhe gjithashtu flet për një periudhë kur Selimi mund të ketë qenë në burg në Siri dhe atje ka dërguar ambasadorin e Serbisë për t'u informuar për gjendjen e tij. Për dyshime për spionazh dhe bashkëpunim me shërbimin sekret të Serbisë, më parë janë arrestuar edhe Bedre Shabani dhe Muharrem Qerimi.